الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. نسأل autori hadithin Anas ibn Malikit radiallahu ta'ala anhu, se I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Tasahharu fa inna fi as-sahuri baraka." Thot pejgamberi alayhi salam, bëni syfyr, sepse tek ngrënia në ngrënien e syfyrit ka bereqet. Fjala syfyr në hadith, fjala pejgamberit alayhis salam bëni syfyr në hadith, në pamjet të parë mund të kuptohet se është urdhër, pra se ngrënia e syfyrit është vajib, sepse pejgamberi alayhis salam thot bëni syfyr urdhër. Por argumenti që e ka zhvendosur apo e ka shndruar te gjykim nga obligimi për në sunet apo për në një vepër të pëlqyer është hadithi tjetër I Aishës radhiyallahu ta'ala anha, se I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam vinte tek ajo dhe e pyeste: "A kemi ndonjë gjë për të ngrënë?" Dhe kur Aisha radhiyallahu ta'ala anha I thoshte se nuk kemi gjë, atëherë pejgamberi alayhis salam thoshte: "Fe inni sa'im." Atëherë thot pejgamberi alayhis salam, "Unë jam agjërues." Pra, bënte niyetin e tij për agjërim dhe fillonte agjërimin e tij pa ngrënë më parë syfyr. Gjithashtu thot Ibn al-Mulaqin, për dietarëve të mëdhenj, se kanë rënë dakord në ixhma, pra në konsensus, dietarë thot se ngrënia e syfyrit është një vepër e pëlqyer, pra nuk është obligim, vajib. Gjithashtu nga argumentet që ngrënia e syfyrit nuk është obligim, por suneti I pejgamberit alayhis salam, është se I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam ndonjëherë agjëronte pa ndërprerje. Pra, bënte agjërim të pa ndërprerje pa ngrënien e syfyrit, e lidhte agjërimin e ditës së mëparshme me ditën tjetër. Dhe nëse ngrënia e syfyrit do të ishte obligim, vajib, atëherë pejgamberi alayhis salam do ta vepronte të vajib, do të hante syfyr dhe pastaj do të vazhdonte agjërimin e tij. Thot pejgamberi alayhis salam, bëni syfyr sepse në ngrënien e syfyrit ka bereqet. Fjala bereqet vjen nga fjala arabe al-baraka, pra që ka kuptimin e shtimit në diçka që ti e ke. Pra nëse ke një pasuri dhe Allah Azza wa Jall vendos në pasurinë tënde bereqet, edhe pse ajo pasuri e jotja mund të jetë e vogël, ti arrin që me anë të saj të plotësosh shumë prej kërkesave të tua, shumë prej nevojave të tua, dhe kjo për shkak të bereqetit që ka vendosur Allahu subhanahu wa taala në pasurinë tënde, edhe pse ajo mund të jetë e vogël dhe në pamje të parë duket sikur nuk mund t'i plotësoj disa për kërkesave të tuja. Bëni syfyr sepse në ngrënien e syfyrit ka bereqet. Bereqeti përmendur në hadith në ngrënien e syfyrit nuk është I veçantë për bereqetin në dynja dhe as I veçantë për bereqetin në botën tjetër, por është bereqet si për dynja ashtu edhe për ahiret. Edhe për bereqeteve që ka ngrënia e syfyrit, pikë së pari është sepse ai është pasim I sunetit të pejgamberit alayhis salam. Pra muslimani agjëruesi me ngrënien e syfyrit ka zbatuar dhe ka pasuar sunetin e pejgamberit alayhis salam. Pasimi dhe veprimi I sunetit të pejgamberit alayhis salam është për çështjeve të kërkuara në fen ton. Gjithashtu është rrugë ndjetjen e të cilës arrin të dashuria e Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu Azza wa Jall: "Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Thuaj, nëse doni Allahun, atëherë ejeni pas meje që Allahu t'ju doj, t'ju fal gjunaheve tuaja, sepse vërtet Allahu është falës I madh, mëshirues I madh. Pra, Allahu Azza wa Jall I thot pejgamberit alayhis salam: "Thuaj jo atyre që t'jerrët vetes, nëse jeni që e doni Allahun, atëherë më pasoni mua." Pra, pejgamberin alayhis salam. Pra, pasimi I pejgamberit alayhis salam është rruga jote që duhet të ndjetësh për të arritur të dashuria Allahut subhanahu wa taala, dhe sa më shumë ta ndjeti besimtari sunetin e pejgamberit alayhis salam, aq më shenjë e qartë është kjo që tregon se ky besimtar e do Allahun subhanahu wa taala, dhe aq më shumë do të pushtohet zemra e tij me dashuri për Allahun subhanahu wa taala. Gjithashtu për bereqetit të ngrënies së syfyrit është
se ngrënia e syfyrit, ky veprim, ngrënia e syfyrit, është një kundërshtim, një ndryshim që ne tregojmë ndaj idhtarëve të librave të mëparshëm, pra ndaj xifutëve dhe të krishterëve, sepse pejgamberi alayhi salam ka thënë faslu ma bayna siyamina wa siyam ahli al-kitab atlatu as-sahar. Dallimi thot ndërmjet agjërimit ton dhe agjërimit të idhtarëve të librit është ngrënia e syfyrit. Pra idhtarët e librit nga rregullat e agjërimit të tyre nuk e kishin ngrënien e syfyrit, ndërsa këtij ummeti Allahu azza wa jalla ka lehtësuar adhurimet më shumë dhe ka ligjëruar për ta ngrënien e syfyrit. Pra me ngrënien e syfyrit agjëruesi zbaton edhe një çështje për çështjeve të mëdha të akides, që është edhe kundërshtimi dhe shfaqja e ndryshimit ndërmjet nesh dhe idhtarëve të librit. Gjithashtu ngrënia e syfyrit nga bereqeti që ka është se i jep agjëruesit fuqi në mënyrë që gjatë ditës së tij, kur ai është agjërueshëm, të jetë sa më aktiv, jo vetëm për të plotësuar sa më mirë nevojat e tij jetësore që kanë lidhje me këtë botë, por për të qenë edhe më tepër aktiv në adhurimin dhe në angazhimin në adhurim ndaj Allahut subhanahu taala, në leximin e Kuranit, në dhikrin, në faljen e namazeve nafile, apo në prezantimin e namazeve farz në xhami me xhamat, sepse në këtë mënyrë është i qartë dallimi ndërmjet atij i cili ha syfyr dhe ndërmjet atij i cili nuk ha syfyr. I pari, pra e personi agjëruesi që ha syfyr është më aktiv në adhurimin ndaj Allahut subhanahu taala, e mbush ditën e agjërimit të tij jo vetëm me agjërimin e stomakut, por edhe me adhurime të shumta, ndërsa i dyti trupi i tij është i dobët, angazhimi i tij në adhurime do të jetë më i pakët, por edhe nëse do të angazhohet, do të ketë vështirësi në përqendrimin e tij në adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Prandaj pejgamberi alayhi salam thotë saharu walau bi jur'atin min ma. Bëni syfyr të pejgamberit alayhi salam qoftë edhe me një lëng ujë, qoftë edhe me një lëng ujë. Hadithin e përcjell Ibn Hibani dhe është hadith i saktë. Gjithashtu në një hadith tjetër pejgamberi alayhi salam thotë ni'ma sahurul mu'min at-tamr. Syfyri i mirë i besimtarit është edhe hurma. Pra, bëj syfyr qoftë edhe me një diçka të vogël, siç është kokra e hurmës. Dhe hadithi e përcjell po Ibn Hibban dhe është i saktë. Gjithashtu nga bereqeti që ka ngrënia e syfyrit është se kur agjëruesi çohet në mëngjes para sabaut për të ngrënë syfyr, ai në të vërtetë çohet në një kohë, në një moment të cilin Allahu subhanahu wa taala e ka lavdëruar edhe ka lavdëruar ata të cilët i kërkojnë Allahu subhanahu wa taala falje në atë kohë. Allahu zotëri kur përmend cilësitë e besimtarëve thotë: "Wa bil ashari hum yastaghfirun", dhe në kohën e syfyrit ata bëjnë istighfar, pra kërkojnë falje Allahu subhanahu wa taala. Pra për çdo kënd që çohet në momentin e syfyrit, plus krahas ngrënies së syfyrit, ta shfrytëzoj dhe atë moment me ibadet ndaj Allahut subhanahu wa taala, me kërkimin e faljes, me dua, me namaz, me lexim Kurani, dhe kjo për shkak të vlerës së veçantë që ka kjo kohë nga pjesët e tjera të natës. Pra në qoftë se muslimani çohet në mëngjes 10 minuta para ezanit sabaut, apo çerek ore para ezanit sabaut, apo aq sa që mjafton atij vetëm për të ngrënë, për të pirë, pra për të bërë syfyrin e tij, dhe ta vendosë orën dhe çohet qoftë edhe më parë 5 minuta para. 5 minuta më shpejt, të çohet 5 minuta më shpejt nga të zgjohesh në ditë të tjera, në mënyrë që këto 5 minuta të tjera pra ti mbush me adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala, me kërkimin e faljes, sepse vërtet adhurimi dhe kërkimi i faljes në këtë kohë është i pëlqyer dhe i pranuar tek Allahu subhanahu wa taala. Hadithi tjetër është hadithi Enes ibn Malikit radhiyallahu taala anhu, i cili e përcjell nga sahabi tjetër Zeid ibn Thabit radhiyallahu anhu, se ka thënë të saharna ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila as-salat. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. Thotë Enesi radiallahu ta'ala anhu, i cili përcjell nga Zeid ibn Thabit radiallahu anhu, se ka thënë: bëm syfyr, hëngrëm syfyr me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pastaj pejgamberi alayhis salam u ngrit dhe u fal.
Thot Enesi, i thash Zeidit, sa ishte koha ndërmjet ezanit dhe syfyrit, pra sa ishte koha ndërmjet mbarimit të syfyrit dhe fillimit të ezanit. Thot Zeid ibn Thabit, qadru 50 aje, thot sa të lexosh 50 ajete. Për çështjeve që përfitohen në këtë hadith, është e para se ky hadith është një përcjellje e sahabit nga sahabi. Pra Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu e përcjell këtë hadith nga sahabi tjetër Zeid ibn Thabit radiallahu ta'ala anhu. E përgjithshme të hadithit e pejgamberit alayhis salam është që sahabi përcjell direkt nga pejgamberi alayhis salam dhe nxënësi i sahabit përcjell nga sahabi. Thot Enes radiallahu ta'ala anhu thot Zeid ibn Thabit radiallahu ta'ala anhu sa të lexosh 50 ajete. Pra momenti i mbarimit të syfyrit me fillimin e ezanit ishte sa të lexosh 50 ajete. Kjo përgjigje apo kjo matje, ky përcaktim kohor nga Zeid ibn Thabit radiallahu ta'ala anhu sa të lexosh 50 ajete, nuk ka për qëllim të tregojë një masë kohore precize të saktë, por një masë kohore të përafërt. Sepse në përcjelljen e Buhariut të njëjtit hadith, Zeid ibn Thabit radiallahu ta'ala anhu thot sa të lexosh 50 ose 60 ajete. Pra, sa të lexosh 50 ose 60 ajete. Pra, masa kohore e përafërt nga mbarimi i syfyrit me ezanin e sabahut është pothuajse sa të lexosh 50 apo 60 ajete. Dhe këtu bëhet fjalë për ajete që nuk janë të gjata dhe as për ajete që janë të shkurtra. Gjithashtu nuk bëhet fjalë për një lexim të shpejtë të tyre dhe as për një lexim të avashtë, por për një lexim normal edhe për ajetet që nuk janë as të gjata dhe as të shkurtra. Dhe në qoftë se do të mastim të një masë kohore me anë të minutave, mund të përmendim, si thot Sheikh Uthejmini rahimahullah, se ajo masë kohore është rreth 7 minuta, pra ajo masë kohore nga mbarimi i syfyrit në ezanin e sabahut është rreth 7 minuta. Kjo tregon pikë së pari se pejgamberi alayhis salam e vononte syfyrin e tij. Në mënyrë pra që kjo të ishte një mësim për ummetin e tij, edhe kjo vjen nga mëshira që kishte pejgamberi alayhis salam për ummetin e tij, kujdesi i madh, butësia e madhe që tregonte ai për ummetin e tij në përcjelljen që i bënte dispozitave të Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe kuptimi me ezanin këtu është ezani sabahut dhe jo ikameti. Është ezani